Vëllazër, njeriu në jetën e kësaj bote për skaj gjitha synimeve të tija fisnike që i ka, që të arrijë, që të jetë i suksesshëm, që të jetë i bereqetshëm, e kështu me radhë, mbi të gjitha shterë duhet ta ketë parasysh raportin e tij me Allahun dhul xhelal. Ta di se Zoti i Madhreshëm dën prej tina që të jetë i devotshëm, që jetë i sinqert, që të jetë korrekt, që të jetë të thot me ato karakteristikat e devotshmërisë të cilat Allahu i Madhreshëm i ka stolisur me to pejgamberët e tij, pastaj i ka urdhëruar edhe besimtarët që të stolisen me to dhe të shkojnë rrugës së pejgamberëve të tij. Në një prej porosive të pejgamberit alayhi salatu wassalam, një hadith pejgamberi urdhënon dhe thot inna Allaha yuhibbul abd at-taqi al-ghani wal-khafi. Më të vërtetë thot Zoti i Madhreshëm e don tek besimtari me qenë i devotshëm dhe me qenë i ngopur, me qenë i ngim në zemrën e tina dhe me qenë i lehtë, jo i vrasë dhe kështu me radhë. Pro këto tri cilësi, për shembull, i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam, të cilat e rrumbullaksojnë atë karakterin e devotshëm të njerëzit, me të cilin është shembull për të mirë, me të cilin fiton respektin e të tjerë, me të cilin e bën të suksesshëm edhe në jetën e kësaj bote, po edhe nesër tek Zoti te bareke ve teala. Me qenë njeriu i devotshëm o vëllazër, nënkupton që të jetë i bindur ndaj Zotit dhul xhelal, që të mos lënë mangun e hakët e Allahut dhul xhelal, ta kërkoj shpërblimin e tij, që t'i bëj punët për hatërt e tina, që të ruhet, do të thosë t'i ruaj veprat e tia prej syfacisë, prej lakmive të kësaj bote, prej lavdit e njerëzve kështu me radhë. Këta njerëz të devotshëm do thotë bojnë prej punëve që nuk i din njerëzit, bojnë për hir të Allahut dhul xhelal dhe nuk e dojnë lavdin e njerëzve, nuk e dojnë respektin e tyre, nuk e dojnë famën e tyre, sepse dojnë që me këto punë të arrijnë kënaqësinë e Allahut dhul xhelal. E dyta e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me qenë njeriu i ngopur. Vëllazër, ngopja është në aspektin shpirtënor, në aspektin imanor, është e rëndësishme. Për arsye se njeriu i cili ka lakmi të tepërta të kësaj bote, a e dini që më rrinë për shembull prej hiseve të mëdha të kësaj bote dhe gjithmonë është duke u anku. Asnjëherë nuk e gjen tek ai me qenë falënderues ndaj Zotit. Asnjëherë nuk e gjen me qenë mirënjohës Allahut dhul xhelal. Po çdo herë e gjen duke u ankuar, çdo herë e gjen do të duke lakmuar dynjon, çdo herë e gjen duke mos qenë i kënaqur me të mirat me cilat e ka begatuar Zoti dhul xhelal. Po çdo herë rrin duke i lakmuar të tjerë, çdo herë mundohet do thotë që ti lakmoj ose ti pasoj të tjerët e kështu me radhë. E kjo vëllazër ja harxhon atina energjinë e tij, ja harxhon jetën e tij dhe në fund çka merr njeriu prej hiseve të kësaj bote? Merr vetëm ato çka i ka bërë për hir të Allahut dhul xhelal. E pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar dhe na ka udhëzuar dhe na ka porositur që njeriu me qenë i kënaqur. Çka ne kupton me qenë i kënaqur? Kjo nuk kupton që njeriu të rrin për shembull në shtëpinë e tij dhe të rrin duar krysh dhe të mos mundohet me rrin këtë botë dhe me thonë, unë jam i kënaqur me ato që ma ka dhënë Zoti dhul xhelal. Jo, njeriu mundohet në këtë botë. Mi po punon me nder, punon me korrektësi, punon me sinqeritet, e ruhet në punën e tij, në synimet e tij prej aty në mashtrimeve, aty në keqpërdorimeve, dhe në fund që ato që e ka mërrit, do thot, prej bereqeteve, kënaqet dhe i është mirënjohës Zotit dhul xhelal. Këta njerëz do thot të ngopur i gjen modest, që e kanë pyet një herë Imam Ahmedin, Zoti qoftë i kënaqur me të. I kanë thonë hoxh, a mundet njeriu me qenë i devotshëm edhe me të me i pas për shembull 1000 dinar. 1000 dinar të asaj kohe për shembull janë si me qenë sot milionat e kësaj bote. Ka thonë po, nëse ka thonë ato atë pasuni që e ka nuk e ka në zemrën e tina, po e ka në dorën e tij. Sepse kur njeriu ka imanin në zemrën e tina, nuk i bën përshtypje për shembull nëse i rritet pasunia e tij, ose nuk brengoset nëse i paksohet ajo. Sepse ka imanin, kënaqësinë e Allahut dhul xhelal më të madhe se hiset e kësaj bote.
Edhe mundet me qenë njeriu për shembull për me pasunitë e madhe, edhe me i qajt loti për hir të Allahut, me qajt në sejdë, me qajt do thot nga frika ndaj Zotit Dhul Xhelal. Kjo është me pas njeriu pasuninë shpirtënore në zemrën e tij, me qenë i ngopur. Po edhe nëse ndodh me kalu në për periudhat e vështira, nuk ankohet, për shembull se është durimtar, nuk u ankohet njerëzve, nuk u hapet të tjerëve, e mban do thot caktimin e Allahut Dhul Xhelal në veten e tij dhe lyp prej Allahut rrugdaljen, shpëtimin, ndihmësin e kështu me radhë. Edhe tjetra vëllezër el-khafi është që me qenë njeriu i lehtë, me qenë njeriu do thot, çfarë më thon me qenë i lehtë? Ka prej njerëzve nganjëherë për shembull mund me qenë fetar ata. Mund me qenë praktikues, mund me qenë vepërmir, po çka është i vështirë në familje, ose është i vështirë me kolegë, ose është i vështirë si kujshi. Çdo herë ankohet, çdo herë për shembull për gjithçka të vogël bën fjalë ose është për shembull i zhurmshëm me kështu me radhë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë kjo cilësi nuk është e besimtarit. Besimtari duhet me qenë zemër gjan, duhet me qenë i bukur, duhet me qenë bujar, mos sjell bot me familje, mos sjell bot me kolegët, mos sjell bot me komshitë e tij, me bashkëtarët e tij, edhe çka çdo herë me qenë ndihmëtar për shembull i dobishëm. E këto janë vëllezër 3 cilësi të mira që i ka përmend pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe me të cilat na ka porositur stolisemi me to. E lusëm Zotin te bareke ve teala të na mundsoj me qenë prej njerëzve të devotshëm, prej njerëzve bujar, prej njerëzve të mirë. Stolisemi me ato virtyte me të cilat i dën Zoti Dhul Xhelal wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.